إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi i takojnë Allahu xhaleshanuhu. Atë falenderojmë, për i tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selami i dërguar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe begatita Allahu xhaleshanuhu qofshin mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi të gjithë ata të cilët e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do vazhdojmë të jemi bashkërisht edhe sot këtë ditë të bekuar të xumas, ku do të mundohemi që të shpjegojmë emrin e bukur të Allahu xhaleshanuhu, Malikul Mulk. Emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu, Malikul Mulk, në gjuhën tonë e ka kuptimin pushtetmbajtësi absolut. Ka fuqi dhe kontroll absolute mbi çdo gjë që ka kriju Allahu dhul xhelal. Allahu xhaleshanuhu është Zot i sundimit, dorën e tij është krejt çka është e mirë. E Allahu xhaleshanuhu është e gjithçka bota. Gjithë janë robër të tij. Gjithë kanë nevojë për Allahun xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu është ai i cili urdhnon dhe ndalon. Allahu xhaleshanuhu është lartësues dhe përulës i atij që do vepron me robërit e vet ashtu siç do. I sjell ata ashtu siç do. Emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu, Malikul Mulk, pushtetmbajtësi absolut, përmendet në Kur'anin famëlar në disa raste. Mesin e rasteve që përmendet është në surën Ali Imran, ajeti 26, ku Allahu dhul xhelal na drejtohet dhe thot: Qul Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha'u wa tuz'il mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Thuaj o Allah, sundues i çdo sendi, ti ja jep pushtetin atij që don. Ti ja hek prej dore pushtetin atij që do. E lartëson atë që do dhe e përul atë që do. Çdo e mirë është vetëm se në dorën tënde. Vërtet, ti ke mundësi për çdo gjë. Shkaku i zbritjes së këtyre ajeteve, sipas Ibn Abbasit dhe Anas ibn Malik, të cilët thonë se pasi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, me sahabët, e çliroi Mekën, atëherë ju premtoi muslimanëve Muhamedi alayhis salam pushtetin e persianëve dhe rokmakëve, çlirimin e tyre dhe marrjen e pushtetit të tyre, cilët në atë kohë ishin superfuqi botërore. Sa i përket superfuqisë botërore, perandoria persiane ka qenë e shtrirë në 3 kontinente,
dikun kishte 8 milion kilometra katror në sundimin e saj. Nga ana tjetër, Perandoria Romake sundoi 4 shekuj, dominojnë mbi perëndimin 4 shekuj, dikun 5 milion e 900.000 ose 6 milion kilometra katror ka pas të sipërfaqes në sundimin e vetë. Dhe kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju premtoi besimtarve pushtetin e persianëve dhe romakëve, në këtë rast hipokritët ishin ata të cilët në bashkëpunim me jaudita asaj kohe nisën me folën me dvete e pamundshme është kjo. Pika Muhamedi që u mori pushtetin persianëve dhe romakëve, cilët janë fuqi botnore. A nuk i mjaftoi Muhamedit Mekka dhe Medina, dhe ata halal akmojnë e synojnë të morin pushtetin e persianëve dhe romakëve. Atëherë Allahu Dhul Gjelal i zbriti këtë ajet kuranor në të cilën Allahu Gjeleshanuhu i thot Muhamedit a.s. thuaj, o Allah sundu si çdo sendi, ti ja jep pushtetin atij që don, ti ja hjek prej dore pushtetin atij që don. Gjithashtu transmeton Ibn Hatim nga Katadeja, këtë thonë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ish lutur Allahu Gjeleshanuhu që pushtetin e persianëve dhe pushtetin e romakëve ta kalojnë durë të muslimanëve. Andaj edhe para ta zbriti ajeti kuranor thuaj, o Allah sundis i çdo sendi jeti. Gjithashtu transmetohet nga babai i Abdullah ibn Amr bin Aufit, cilët i kishin rrofi babai i tij për ngjarjen e hapjes së Hendekut rreth Medinës, gjatë luftës së Hendekut ose gjatë luftës së Azabit. Kur muslimanët gjatë hapjes së Hendekit kishin hasë me një gurë, cilën nuk kishin mund të thënë dot ata. Ju kishin lajmëruar dhe kishin thirrë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi personalisht, e ka morë në dorë kazmën dhe e ka coptu gurin me 3 goditje. Gjatë këtyre veprimeve, Xhibril alayhis salam i kishte zbrit me premtimin e Allahu Gjeleshanuhu për marrjen dorë nga musliman pushtetin e persianëve dhe romakëve dhe pallatët e Sanas në Yemen. Këtë rast Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i informoi, ju dha myshde muslimanëve se shpejti do të kenë dorë pushtetin e atyre vendeve të cilët do t'i çlirojnë më vonë. Në atë kohë aktivizohen hipokritët e kohës dhe fillun flasin fjalë ta dëshmojnë xhamatin e asaj kohe, ummetin e asaj kohe, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo diçka është e pamundur. Sikur se sot, në rast se ndonjëri prej neve mendojnë që to të cilët e kanë fuqinë e madhe botnore janë superfuqi, dhe ne themi se kjo superfuqi ose ajo superfuqi do të shkatërrohet shumë shpejt. Askush prej neve nuk do të besoje. Po ata të cilët ala më e keqe janë hipokrit, ata kanë menis, sikur që në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me i dëshpëruar radhët e besimtarëve, sepse detyra e tyre gjithmonë kur ka kësisejnë e kësi ngjarje, ata aktivizohen dhe janë në shërbimin e atinve jo muslimanëve. Kohën e Muhamedit a.s. ka ndodhur kjo. U aktivizuan hipokritët dhe çka thoshin, është e pamundshme kjo. Dikush i ka menuar është e pamundshme edhe prisha e Jugosllavisë o vëllezër. Mirë, po sot nuk ekziston.
sepse pushtetet në përgjithësi janë përkohshme o vëllezër të ndershëm besimtarë. I përhershëm është veç Zoti. Çdo pushtet e ka fillimin e saj, po ka edhe mbarimin e saj. Dhe për atë arsye zbriti ajeti kuranor ku Allahu dhul xhelal thotë: "Thuaj o Allah, sundu si çdo sendi ti ja jep pushtetin atij që do, ja hek pushtetin prej dorë atij që do." Disa prej shkaqeve që Allahu xhaleshanuhu i ka përcaktuar si të tilla për me e fitu pushtetin dhe sundimin tokë janë besimi dhe punët e mira, besimi dhe veprat e mira. Pastaj përpjekja maksimale dhe pajisja me njohuritë dhe mjetet e nevojshme në arritjen e pushtetit. Dhe e treta është durimi me gjitha format e tij dhe mospërçarja e radhëve të besimtarëve. Që për fat keq kjo mospërçarja na ka lodh çdo gjenerat. I ka lodh sahabët, i ka lodh mas sahabëve shokët e tjerë. Po edhe në ditët e sotshme dhe në ditën e Kiametit, përçarja, fitnja, ndarja, kjo është element i cili për fat keq po vazhdon depërtoj thellë tek secili prej nesh. Çdo mend se për gjithë këto ne kemi shembuj në Kur'anin famalar dhe shembuj nga koha e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ose shokëve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sulejmani alayhis salam ishte një nga pejgambert e Allahut xhaleshanuhu i cili ishte i dërguar i Zotit, i zgjedhur i Zotit. Para prakisht i kishte bërë lutje Zotit, kishte bërë dua Zotit: Ja Rabbel Alemin, ma jep një pushtet që askush para meje nuk e ka pas dhe askush pas meje nuk do ta ketë. Dhe vërtet Allahu xhaleshanuhu ja pranoi duan, ja pranoi lutjen. Dhe kishte pushtet të jashtëzakonshëm. I kishte në shërbim të gjitha shtazët, të gjitha shpezët, sa që edhe erën e ka pasur shërbim. Gjithçka ka pasur shërbim Sulejmani alayhis salam. Sa që në surën Naml ajeti 17 dhe 18, shkurtimisht në gjuhën shqipe vetëm do ta theksoj për shkak të kohës, kur u të bu ushtria e Sulejmanit alayhis salam, e cila ishte e përbën prej gjinëve dhe njerëzve, po edhe shpendëve, të gjithë ishin të radhitura në qeta të gatshme. Kur arritën luginën e miligonave, njëna prej miligonave tha: O miligona, hynin banesat tuja që mos ju shkelet Sulejmani dhe ushtria e tij, sepse ata ka shanca mos më ju pa. Ka ardhur një tjetër transmetim ku thuhet se kjo miligonja ju ka drejtuar dhe ju ka thënë miligonjave tjera se pushteti i Sulejmanit alayhis salam është shumë i madh. Do të shtypeni, prandaj hini në për shtëpitë tuaja, hini në për banesat tuaja, hini në për folet tuaja. E Sulejmani alayhis salam kur e dëgjoi këtë fjalë tha: Pushteti im është i përkohshëm. Edhe jeta e kësaj bote ime është e përkohshme, është e kufizuar. Lumturia hynjore që sjell dikuj kelime u tauhidin është e pafund. Kelime tauhidi është shahadeti. Është fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Që do të thotë se Sulejmani alayhis salam nëpërmjet kësaj ngjarje na njofton se pushteti i tij ka qenë i përkohshëm. Jeta e tij është e kufizuar, e përkohshme. Që u dha si përgjigje miligonjave. Gjithashtu, transmetohet se halifja Omer, radiallahu anhu, një ditë prej ditëve kur ishte halifi i muslimanëve, udhëheqësi i muslimanëve, ishte duke shëtit rrugës së Medinës, me rrobat e tij të thjeshta, s'kan pasur rroba më u dallu pi tjerëve, sa është udhëheqësi i muslimanëve. Çfarë rroba që ka ecë të shtëpia me çfarë rroba ka ecë edhe rrugës.
Mirë po nuk ka pas as roje, nuk ka pas as truproje, s'ka pas dikush shitaruje. Më thonë, nuk ka tregu madhështi, nuk ka tregu pushtetin ndaj popullatës së vetë. Erdhë një burr jashtë Medinës, nuk e njefte, i dha selam, e përshëndeti dhe si zakonisht, u përshëndetën edhe u ndonë. Mirë po ma vonë, kur hinin në xhami me e falë namazin e pasë e Omeri radhiyallahu anhu, ishte në minber dhe ju drejtu besimtarve, muslimanve si halife. Ki misafiri që ishte u habit shumë, dhe pasi u përshëndetën pas angazhimeve që i patën pas namazit, tha pasha Allahun mendova se ky njeri është njeri i thjesht, por ki qenë ka sundu si muslimanve. Omeri radhiyallahu anhu u buzëqese dhe ju drejtu dhe tha, unë nuk jam sundus. Sundus i vërtet është Allahu xhaleshanu e cili e ka emrin e bukur El Melikul Mulk. Ai më ka ngarku mu me përgjithësi për një kohë. Dhe një ditë ka më pyet për çdo shpirt që më është besu. Pastaj shtoj. Nëse do me e kuptu se kush është i pasur e kush është i varfur, kujtoj e varrin. Ati nuk mbetet as kurora, as troni, për vetëm vepra që ki bo për krijuesin e gjithësisë, për Allahun dhul xhelal. Gjithashtu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam transmeton një hadith në të cilën thotë: në ditën e ringjalljes, Allahu xhaleshanu e mball tokën dhe e palos qiellin dorën e tij gjatë, pastaj thotë: unë jam mbreti, ku janë ato mbretërit e tokës? Ku kanë shku ato mbreti që i kallëzojshin vetën se jemi pushtetar të mëdhej? Ishin pushtues të mëdhej, ishin kryetar të mëdhej, ishin mbretër të mëdhej, ku janë sot? Thonë, përfundon. Me fjalë tjera, vëllezër të ndershëm besimtar, prej fryteve besimit në emrin e bukur të Allahu xhaleshanuhu, Malikul Mulk, pushtet mbajtësi janë këto. Çdo pushtet i takon, i përket vetëm se Allahu xhaleshanuhu. Çdo pushtet që i kemi në këtë botë, kushdo që e ka të përkohshëm. Pushtetit janë të përkohshme, ama pushteti absolut i takon vetëm se Allahu xhaleshanuhu. Prej fryteve të besimit në këtë emër është se Allahu xhaleshanuhu ja jep pushtetin kujt doje dhe ja merr pushtetin kujt doje. I çon sebepet. Çuditni sebepet që i çon Zoti xhaleshanuhu. Ama kujt doje Zoti ja jep, kujt doje se jep. Pastaj askush nuk mundet të sundoje pa lejen e Zotit. Askush nuk mundet me sundu pa lejen tina. Njeriu do të beson El Melikul Mulk është vetëm Allahu xhaleshanuhu. Pushtet absolut ka vetëm Allahu xhaleshanuhu. Dhe çdo pushtet është i përkohshëm, dhe pushteti është amanet nga ana e Zotit xhaleshanuhu. Gjithë ata të cilit morin pushtet ku do qofshin ato, e kanë një amanet nga ana e Zotit dhul xhelal. Bashkarisht ne i lutim Allahun xhaleshanuhu me të gjitha emrat e tij të bukur. E sot në këtë ditë xuma lutem me këtë emër Al Malikul Mulk, pushtet mbajtësi, që ne jemi nga ata të cilët e mësojmë mirë këtë emër, e kuptojmë mirë këtë emër, i mbojmë mësimet e këtij emri dhe i lutim Allahun xhaleshanuhu me këtë emër dhe me emrat e tij të cilët janë të bukur. إلهي